asgjë procedurë nga të gjithë deputetët deri tani. Zoti Noka, urdhroni. Tani, unë s'do të përsëris ato që tha Eraldi për Ballkanin e hapur që i futi thikën pas shpinën e Kosovës dhe përjashtoi Kosovën. Bie dakord me Vasilin, po ti Vasilin atko ke qenë me PD-n, nuk ke qenë me PS. Kur i ke bërë këto veprime pro Kosovës. Tani dua t'ju lexoj vetëm një SMS që i ka shkuar kur lëngonte Sinisha Mihajlović kur ishte i sëmur dhe i ka shkuar një SMS. I dashur zotri, unë jam Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, ish lojtar i ekipit kombëtar të basketbollit dhe një admirues i vjetër i Sampdorias së Vujadin Boshkovit. Numrin tënd e mora nëpërmjet mikut ton të përbashkët Aleksandr Vučić. Jo, Kosova, prit. Aleksandr Vučić. Fola për ty mbrëm në Novi Sad. Po. Prej kohësh kam dashur të shpreh admirimin tënd për forcën, guximin për të cilat po përballesh me armikun tënd të rrezikshëm të jetës tënde. Por gjithashtu dua të them se pasi keni mundur shumë portier me goditjet tua me penallti, jam i bindur që do të jeni aftë të mundni të mundni edhe hijen që është vendosur mes teje dhe portës së ardhme të jetës. Prit. E dini që mesazhet ndërpritet fjala se nuk është procedurë. Zoti Blushi, kryetari i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë, për procedurë.